E para është kërkesë e menjëhershme, sigurisht politike. Protestuesit kërkojnë pa negociata dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të kabinetit të tij dhe krijimin e një qeverie teknike me afat një vjeçar. Të dyja këto kërkesa përbëjnë boshtin politik të protestës. Të dyja janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, sepse nëse kërkohet largimi i qeverisë, atëherë duhet të ketë edhe një alternativë për administrimin e vendit deri në zgjedhjet e parakohshme. Për mëtej, protesta nuk po kufizohet më te kundërshtimi i qeverisë, por po parashtron një propozim për mënyrën si duhet të qeveriset vendi në një periudhë tranzitore. Kjo është një kërkesë e qartë e formalizimit dhe institucionalizmit të saj. Thënë shkurt dhe qartë, protesta po imponohet tashmë me formën e saj legale. Pika e tretë është kërkesa për ndryshimin e sistemit, përfshin ndryshime kushtetuese, ku çdo shtetas të jetë i barabartë para ligjit, ndryshimin e kodit zgjedhor si dhe kufizimin e ushtrimit të detyrës nga kryeministri deri në 2 mandate. Përtej formulimit paksa të gjatë me miks politike juridik, kjo pikë mbase është edhe më ambiciozja.